Brenda një periudhe nga muaji janar deri në prill, drejtuesi politik i Qarkut të Vlorës për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, ka arritur të mobilizojë strukturat e degëve të Partisë Demokratike dhe të zhvillojë takime të shumta me anëtarët, simpatizantët dhe banorët e të gjitha lagjeve, rajoneve të qytetit të Vlorës, njësive administrative të Vlorës, Selenicës, Himarës, Sarandës, Konispolit e Delvinës. Zoti Leskaj ka zhvilluar 10 takime të veçanta dhe ka takuar qindra qytetar, të cilët i dëgjon, takon dhe bisedon. Disa qindra qytetar, antar simpatizant të Partisë Demokratike, por dhe qytetar me bindje të tjera politike, janë takuar me të, kanë shtrënguar duart, kanë qarë hallet, e kanë folur hapur. Angazhimi intensiv në këtë fushat daton qysh prej 6 janarit, e cila çelet me 34 vjetorin e Partisë Demokratike Dega Vlorë, ku zoti Leskaj mes qindra demokratëve të Vlorës ka theksuar mesazhin se angazhimi në këtë fushat zgjedhore është një mision, duke ftuar çdo demokrat e qytetar të Vlorës të bëhet pjesë e kësaj fushate qytetare, jo vetëm në Vlorë, por zoti Leskaj ka vazhduar takimet në Sarandë dhe Delvinë për të celebruar e bashkë demokratët e këtyre zonave për 34 vjetorin respektiv të secilës deg. Mbledhjet e kryesisë së degëve Vlorë, Himar, Selenicë, Sarandë, Delvinë, Konispol e Finiq kanë qenë pjesë e punës organizative të zotit Leskaj, si një përgatitje paraprake që ka zhvilluar qysh prej janarit për të ndarë detyrat dhe përcaktuar objektivat për secilën degë të Partisë Demokratike në Qark. Grupi i punës si një grup me funksion tranzitor, nga përgatitjet paraprake të fushatës deri në çeljen zyrtare të saj, ka qenë gjithashtu fokusi i drejtuesit politik zotit Bujar Leskaj, ku mbledhjet e këtij grupi kanë qenë prezente në të gjithë territorin e Qarkut të Vlorës, me fokus mbarvajtjen dhe ecurinë e punës para dhe gjatë fushatës. Mbledhjet e grupeve të punës kanë qenë të pranishme në çdo degë të Partisë Demokratike në të gjithë qarkun e Vlorës. Edhe takimet në diasporë me komunitete vlonjatësh, kryesisht në Greqi dhe Itali, kanë pasur vëmendjen e drejtuesit politik zotit Bujar Leskaj, ku vota e diasporës ka qenë e rëndësishme dhe theks në takimet dhe mbledhjet organizative të kësaj periudhe. Takimet me strukturat të Partisë Demokratike në të 5 rajonet e qytetit të Vlorës dhe në njësitë administrative, si fillim përgatitor për fushatën, takimet me lidhjen demokratike të gruas në Vlorë, forumi rinor të Partisë Demokratike dhe ish të përndjekurit, kanë qenë pjesë integrale e takimeve të drejtuesit politik Bujar Leskaj. Përveç angazhimit në terren, zoti Leskaj ka qenë i pranishëm në të gjitha seancat plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Në secilën seancë nuk ka munguar diskutimet e tij konstruktive, të mbështetura në fakte, analiza e argumenta, jo vetëm për temën e ditës, por shumë herë diskutimet e tij u janë kushtuar problematikave të Vlorës e Selenicës, figurave e datave të rëndësishme historike, duke pasqyruar një model të denjë të përfaqësimit dhe qytetarisë. Denoncime ndaj monumenteve të korrupsionit të Vlorë, të sektit Rama, duke qenë në krah të interesit qytetar, pavarësisht intensitetit të takimeve dhe fushatës së tij, zoti Leskaj për asnjë çast nuk është shkëputur edhe nga publicistika dhe shkrimi i artikujve problemor për ekonominë, arsimin, figurat e shquara të Vlorës dhe Shqipërisë, të publikuara për shtypin e përditshëm. Zoti Leskaj në çdo takim me demokratë banor të Vlorës e Selenicës, në njësitë administrative të tyre, ka dëgjuar problematikat e zonës, vërejtje, sugjerime e këshillime, duke pasur një armë të fortë dëgjesën qytetare, e cila e ndihmon në ecurinë përmirësimin e punës, si dhe urdhërfyes në punën dhe angazhimin e tij politik gjatë kësaj periudhe. Ajo që është evidente në punën e zotit Leskaj gjatë kësaj periudhe është natyra e tij e hapur ndaj intelektualëve dhe shoqërisë civile, me të cilët zoti Leskaj organizon takime të shumta, ku konsultohet e këshillohet me intelektual të mirëfillt të gjitha fushave. Një element i fortë me të cilin karakterizohet fushata e zotit Leskaj është shpërndarja e librave në pothuajse çdo takim, sidomos kur takimet janë me tematika sociale apo me të rinjt. Edhe gjatë muajit mars, 2 aktivitetet simbol të këtij muaji, 7 dhe 8 marsi, aktivitetet ishin të organizuara mbi këtë motiv. Shpërndarja e librave ndaj mësuesve dhe data 8 mars ju kushtua figurës së intelektuales vlonjate, zonja Vilhelme Vranari Axhiraj, ku u promovua botimi i saj i fundit. Edhe në Drashovicë, zoti Leskaj ka marrë pjesë në një promovim libri, apo dhe në promovimin e enciklopedisë së zonjës Irini Asqeri. Janë disa qindra libra me autor zotin Leskaj, por edhe personalitete të mendimit kritik shqiptar, historian, ekonomist e personalitete të tjera të cilat janë dhuruar tek pjesëmarrësit në takime. Mbas publikimit të listave të kandidatëve për deputet në Vlorë, si qendër qarku është zhvilluar takimi i madh i prezantimit të gjithë kandidatëve, si një fillim i mbar i fushatës në Vlorë. Në drejtimin e drejtuesit politik, zotit Bujar Leskaj, janë prezantuar të gjithë kandidatët e qarkut të Vlorës, në secilën prej bashkive të këtij qarku, sipas zonave respektive, që do të mbulojë secili prej kandidatëve. Kjo përbën në thelb çeljen e fushatës për secilin prej kandidatëve në zonat e tyre të përfaqësimit.
Në çdo prezantim të kandidatëve, paraqitja e programit të Partisë Demokratike ka zënë një pikë të rëndësishme si një program gjithëpërfshirës, ku në qendër është qytetari, biznesi i vogël e i mesëm, fermeri, të rinj dhe familja shqiptare. Në drejtimin e drejtuesit politik të Partisë Demokratike Bujar Leskaj në Vlorë, është zhvilluar dhe një takim me intelektual, kontributor të Partisë Demokratike dhe qytetar, ku është shpalosur programi i plot i Partisë Demokratike dhe secili prej kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore ka paraqitur një fushë specifike të këtij programi. 1. Lista e kandidatëve, listë e cila përfaqëson çdo zonë e komunitetit të qarkut, me i ndërthurje personalitetesh, intelektualësh, pedagogësh, komunitetesh e të rinjsh. 2. Programi i Partisë Demokratike. 3. Ndërtimi i një fushate qytetare, janë shtyllat mbi të cilat do të mbështetet fitoria e Partisë Demokratike në Vlorë e në mbar Shqipërinë, ndryshe nga të tjerët dhe stofi i zakonshëm me të cilën vishen politikanët shqiptar. Zoti Leskaj thot në çdo takim se angazhohet të bëj ato që thot dhe të thot ato që do të bëj, duke theksuar se si ai edhe ekipi i Partisë Demokratike do të jenë shërbestar të vërtetë të shqiptarëve. Lajmotivi i tij përgjatë 90 ditëve ka qenë vargjet e Ali Aslanit për Vlorën. Vlorën dhe Vlorën, thelb e kam në zemër. Ditën e kam dritë, natën e kam ëndër.